Ish kryeparlamentarja Josefina Topalli, një nga kritiket më të forta të Lulzim Bashës, në një analizë për situatën e brendshme në Partinë Demokratike, akuzon direkt leadershipin e Silis Blu si përgjegjësin e humbjeve të demokratëve në zgjedhje. Humbja e zgjedhjeve të 25 qershorit, por edhe gara brendshme për Topallin, tregon se demokratët e kanë braktisur Lulzim Bashën, por jo vetëm kaq. Basha sipas Topallit është braktisur edhe nga ndërkombëtarët, nga të cilët sipas saj mungoi urimi për rizgjedhje në krye të Partisë Demokratike. Vetëm Lulzim Basha në vetminë e braktisjes nga të gjithë mund të shpall veten kryetar në një konferencë shtypi, pas një njeri as në krah, as në sallë, as në obor. Në fakt, më 22 korrik, 70% e antarësisë së PD-s kanë bojkotuar me përçmim farsën e Lulzim Bashës. Lulzim Basha sot është kryetar i delegitimuar. Për Josefina Topallin, Lulzim Basha do të futet në historinë e politikës shqiptare, e kjo për asgjësimin e Partisë Demokratike. Ai sot mban vulën e turpit e ulet mbi karrigen e grapitur të PD-s, parti të cilën e asgjësoi me gjaktësinë e vetngrirjes. Në kronik do hyj si eksperimenti më i dështuar i politikës shqiptare, që shënoi humbjen më të madhe të forcës së vet politike dhe që shkruajti falsifikoi si fitoren më të madhe me mbi 90% brenda farsës së brendshme partijake.